Nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi përsëri këtu ke podcasti I lirisë Okult, podcasti të gjithë shqiptarëve mendje hapur, të cilët dora dorës do t'i kthehen patjetër okultit. Dëshiroj të falenderoj të gjithë sponsorët e emisionit ton dhe të kujtoj njëkohësisht ata që ynë në këtë kanal nga lartë, nga poshtë, nga majtas, nga djathtas, nga këto rrjetet sociale që ne I hedhim, kur ty në podcast t'i bëjnë kanalit një subscribe, mos harrojnë që ne të vëmë shumë shpejt 10.000 ndjekësa, sepse pasaj kemi ca lehtësira nga YouTube-i. Mund të hedhim copat shkurtra, të cilat njerëzit mund t'i shikojnë 7-8 minuta. Dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ata që duan ta shikojnë emisionin me titra në çfarëdo lloj gjuhë, YouTube-i tashmë ofron këtë mundësi kudo që na shohin fëmijët e emigrantëve, qoftë në Shqipëri që duan të mësojnë më mirë anglishtën apo në jashtë shtetit ku duan të mësojnë shqipen e shkruar, mundet që ta titrojnë në shqip. Sot kemi zgjedhur një temë interesante. Rubrika është Okult Konspiracion, ka të bëj me konspiracionin e elitave botërore, sidomos elitës britanike për të vendosur një kishë të vetme botërore dhe një fuqi të vetme botërore ku në qendër të jetë Britania. Ka qysh mbas revolucionit amerikan, gati 250 vjet, që Anglia përpiqet me çdo kusht ta rimarrë Amerikën dhe të fusë gjithë botën në kontroll. Ajo është mbrapa shumicës së të gjitha luftrave që janë zhvilluar, qoftë rajonale, siç është lufta e Krimes 1853, siç është kundër Rusisë, siç janë luftrat e opiumit rreth kësaj kohe, lufta e dytë e opiumit 1860, siç janë luftrat me Indinë dhe luftrat të tjera të cilat ne do t'i përmendim më poshtë konkretisht. Duhet të thënë se gati para një viti nuk është mbushur ende fiks një vit, do dhe 20 ditë të jemi fiks, është 6 maj, do dhe 4 ditë të mbushet fiks një vit nga ardhja në pushtet e Charlit III, mbretit të Britanisë, pati një ndryshim në formulën e betimit kur e lexoi Peshkopi Canterbury, siç është ligji aty, ku ai nuk I tha që betohem që do të jem mbrojtës I besimit të kishës anglikane, por do të jem mbrojtës I besimeve. Dhe njëkohësisht ai futi një frazë për të gjithë qytetarët që janë brenda Commonwealthit dhe perandorisë britanike, de facto ai futi një frazë ku theshte betohem se do t'ja besnikëri të vërtet madhërisë suaj dhe familjarëve që do të vinë nga ju në këtë detyrë dhe Zoti më ndihmoftë për këtë. Është e çuditshme se si ka ngelur të gjithë I kemi para ato ceremonitë arkaike mesjetare të zhvilluara për shugurimin e Charlit të dytë, dhe çuditemi se si mundet këto lloj ritualesh mesjetare të vazhdojnë të na çudisin dhe të trondisin psiqikën dhe mendjen tonë. Ka 250-260 vjet që është kryer revolucioni amerikan, I cili hoqi atë aureolën hyjnore që kishin dinastritë mbretërore dhe kushtetuta amerikane I përcaktonte njerëzit të barabartë ndërmjet tyre dhe me të drejta të patjetërsueshme të gjithë njerëzit në shtetin amerikan. Ka shumë njerëz që këtë pompozitet të ardhjes së Charlit të dytë mund ta shikojnë kështu me argëtim dhe mund të themi se Charlie nuk është një figurë simbolike
me pak ndikim në jetën tonë, por ai është i rëndësishëm sepse mbajt mend që është themeluesi i asaj që quhet Great Reset, rivendosja e madhe, të cilin faqja e internetit e mbretit e njoftoi më 3 qershor 2020. Pra, ai ishte në krah të World Economic Forum, i cili është krijuar në vitin 1971 për ata që se din, nga Klaus Schwab, i cili është një nip nga ema i familjes Rothschild. Po çfarë shkruante faqja zyrtare e mbretit, e princit të Walesit ishte atëherë, sot mbreti Charles III, sot nëpërmjet iniciativës për tregjet e qëndrueshme të Forumit Ekonomik Botëror, princi i Walesit lançoi një iniciativë të re globale, rivendosjen e madhe. Duhet të themi që këta gjithmonë udhëhiqen nga principet e Malthusit për depopullim. Dhe Britania është përpjekur gjithmonë që duke ruajtur dhe duke mbajtur si rrugë tregtare kryesore ose të vetmet tregtin nëpërmjet deteve, të ruante kontrollin e tregtisë botërore dhe të mos lejonte zhvillim. I lutem regjis të jap deklaratën dhe foton e princit të Walesit, sot mbreti Charles, e cila është shpallur në faqen e tij zyrtare më 3 qershor 2020, siç duket poshtë fotos. Kur t'ju them unë, do t'i hiqni fotot. Charlie ka qenë pjesëmarrës i përkushtuar i Forumit Ekonomik Botëror, që nga ditët e para të kësaj organizate dhe në fakt ka marrë drejtimin e presidencës së Fondit Botëror të Kafshëve të Egra, për natyrën i cili më parë ishte themeluar dhe drejtuar nga babai i tij, princi Filip. E dimë të gjithë se si princi Filip është shprehur kur e kam pyetur çfarë dëshiron të jesh në jetën tjetër, dhe ka thënë: kërkoj të jem një virus që shumë vdekjeprurës, që të zhduk sa më shumë njerëz nga kjo botë, pasi njerëzit e shumt janë hamës të tepërt që dëmtojnë planetin. Mirë, hiqe foton. Princi Charles ka punuar ngushtë në atë kohë, para se nëna e tij Elisabeta II të ndronte jetë, me Papën Jeshil ose Papa Franceskun, dhe ka qenë një bashkëpunim midis terës mbretërore britanike dhe jezuitëve që ju takonte Papa Francesku, dhe këta së bashku kanë hartuar politikat për një qeverisje të përbashkët globale midis Romës, Vatikanit dhe Londrës. Si princi Walesit Charles, ashtu dhe Papa Francesku, të dy kanë punuar për Këshillin për Kapitalizëm Gjithëpërfshirës, që drejtohej nga Lynn de Rothschild, Evelyn de Rothschild, që edhe kjo ka qenë pjesë e Forumit Ekonomik Botëror, dhe këta e quajnë veten si rojtarë të organizatave të përqendruara rreth një lëvizje post-njerëzore dhe post-kombëtare të depopullimit, dhe kjo nuk është rastësi që këta kanë bashkëpunuar së bashku. Rivendosja e madhe rreth një rendi të ri botëror perandorak jezuit britanik është groteske, por është edhe diabolike, dhe një përpjekje e tillë nuk është era e parë që tentohet që të realizohet për të marrë këto të dyja kontrollin botëror. Rivendosja e madhe sigurisht kërkon të realizohet nga njerëz të fuqishëm, si këta që përmendëm, po dhe të tjerë më poshtë, të cilët janë të ndikuar nga konceptet e teorisë e eugenizmit, ku thuhet që peshku i madh duhet të hajë peshqit e vegjël. Ka një përpjekje të vazhdueshme për të
për të madhe Britanin ashtu siç ka qenë para revolucionit amerikan. Si ka filluar kjo përpjekje e madhe në mënyrë të organizuar dhe në mënyrë më cilësore. Ja u kam thënë dhe herë tjera që kjo ka filluar nga një person i quajtur Cecil Rhodes, i cili bëri luftrat bojere dhe hapi 2 kompani në Afrikën e Jugut, duke qeverisur si kryeministër dhe atë pjesë të saj që u quajt Rhodesi për shkak të emrit të Cecil Rhodesit. Ai krijoi një organizatë që quheshe sipas emrit të organizatës së mbretit Arthur në mitologjinë britanike, Round Table ose tryeza e rumbullakët. Dhe kjo u krijua 120 vjet përpara, që i bien fillim të viteve 1900 apo në fillim të shekullit 20. Rhodesi ishte një fëmijë nga familje elitare dhe ishte djali një famuljetari të kishës anglikane dhe studioi në Oxford. Ai u apasionua pas teorive të një prifti të Britanisë së Madhe, do ta quanim, miku i Karl Marxit, ky quheshe John Ruskin. Dhe është një nga mendjet frymëzuese për rikthimin e perandorisë britanike tashmë më të fuqishme se çka qenë edhe para revolucionit amerikan. Rhodesi u entuziazmuar shumë Cecil Rhodesi nga teoritë e elitistit John Ruskin, që ishte pedagog në Oxford, dhe ai theshte që në qoftë se perandoria nuk do të ripërtërihet në fund të shekullit të 19 bëhet fjalë, atëre ditët e elitave janë të numëruara dhe turmat dhe pasardhësit e njerëzve që rrithnin nga turmat mund të bëheshin udhëheqësa të rastësishëm dhe mund ta çonin botën drejt anarkisë. Ju lutem një foto që ju kam dhënë regjia, ku një ushtar perandorak me pushkë dhe me kapelen tipike të ushtrisë britanike duket që ka vënë këmbët mbi Afrikë dhe shikoni trupin ku e ka në Evropë dhe të shtrirë deri lart në Amerikën, në kontinentin amerikan dhe në Azinë e vogël. Elitat britanike pra në fund të shekullit të 19 patën shumë frikë sepse Britania do të shkonte drejt një shpërberje perandorake. Ata e panë se në të gjithë botën ishte duke shpërthyer një sistem i ri ekonomisë politike që bazohej në cilësitë më të mira të sistemit bankar kushtetues amerikan, të politikave tarifore proteksioniste, pra jo tregtisë lirë të cilën e komandonte Britania, dhe zhvillimit në një shkallë të gjerë dhe bashkëpunimit, rritjes bashkëpunimit midis shteteve kombëtare sovrane. Ishte duke u shfaqur një epokë bashkëpunimi fitimprurës për të gjitha palët. Amerika pas Lincolnit, pra pas luftës civile 1861-65, kur dhe Lincolni u vra prej britanikëve, i përdori shumë masa për të zvendësuar britanikët në fuqinë prodhuese. Isheni foton regjia, ju them unë sa herë ta vini dhe ta ishni. Ministri i Financave i Rusisë, Sergei White, ndërtoi ekurudhat dhe filloi të zhvillonte Rusinë cariste nga perëndimi drejt lindjes. Presidenti i Francës, Sadi Carnot, filloi të punonte me Bismarckun, me kancelarin gjerman, Otto von Bismarck,
duke ruajtur së bashku marrëdhënie miqësore dhe duke ndërtuar rrugë dhe ekurudha që lidhnin të dy vendet dhe zhvillonin tregtinë e lirë. Dhe kishte një konsensus midis vendeve evropiane dhe ky konsensus po bëhej dominus. Duke se perandoria britanike kishte filluar të merrte fund. Ideja e saj për ta mbajtur botën të pazhvilluar, të përçarë dhe në praktikat e ashpra të eugenizmit duke se kishin filluar të merrnin fund dhe fuqia toksore e kurudhave kontinentale po sillte edhe një industri të përparuar, një autonomi ekonomike të kombeve që më përpara kishin qenë në konflikte për shekuj me radhë. Ju lutem një foto që ju kam dhënë, ku janë 4 personazhet, që ju përmenda në krah të majtë, siç e lexoni, është ministri i transporteve të Rusisë, Sergej White, është i dyti Otto von Bismarck, kancelari gjerman. Në foton më djathtas është presidenti francez Sadi Carnot, dhe në krah djathtë është Henry Carey. Bindja ndaj sistemit britanik do të siguronte që asnjë shtet kombëtar nuk mund të lejojë kur të ndikonte mbi fatin e vet dhe të mbrohej nga strukturat e pushtetit perandorak britanik, duke i bërë të gjithë popujt që ishin objektiva të skllavëroheshin dhe të vareshin nga entitetet mbikombëtare që kontrollonin levat e ofertës, të kërkesës, të prodhimit dhe të tregëtisë që ruheshin nga organizatat ekonomike dhe politike të perandorisë britanike, dhe këta kishin vendosur që nuk do lejoheshin zbulime ose shpikje të reja të dobishme për njerëzit, dhe ligji i kthimeve në rënie duhet të ishte mbizotërues, një forcë që shkaktonte rritjen e mungesave të ushqimeve, të mallrave dhe veshmbathjeve dhe mallrave të domosdoshme, ndërsa nivelet e popullsisë rriteshin së bashku me varfërinë, luftën dhe sëmundjen. Ju lutem regjia, hiqeni foton dhe vendosni një foto tjetër që ju kam dhënë të Thomas Malthusit, po pa shënimet vendosini fotot. Thomas Malthusi dhe ligji i tij që e keni në krah të djathtë, ku me vi blu është rritja e popullsisë, ndërsa me vi të kuqe është rritja e burimeve, të cilat do të mbaheshin në ligjin e kthimeve në rënie. Pra, të ardhurat duhet të ishin gjithmonë e më të vogla në raport me rritjen e popullsisë. Ky është ligji i kthimeve në rënie. Dhe ky duhet të ishte mbizotërues në të gjithë botën përveç se në perandorinë britanike. Ishte ky sistem me shumë zero i mungesës së mallrave dhe shërbimeve, që në fakt u refuzua, siç u thash, nga lëvizja e re e shteteve kombëtare sovrane që punonin në bashkëpunim për të krijuar një bollek dhe për të kapërcyer kufijtë e rritjes dhe për të zbatuar frytet e progresit teknologjik në dobi të gjithë të tjerëve. Përveç përhapjes së politikave anti-malthusiane, ja ku e keni Malthusin aty, Prifti Malthus, librin e tij e kam botuar unë, është libri i parë i shtëpisë botuese time Helga Sikret, dhe e kam përkthyer unë dhe është një libër që përpiqet të justifikojë ligjin e kthimeve që ja u përmenda pak më lart, ligjin e kthimeve në rënie, ku do të ishte organizuar që të ardhurat të ishin më të ulta në raport me rritjen e popullsisë, dhe këtë ligj Malthusi e paraqiti si një ligj të natyrës dhe jo një organizim perfid të elitave britanike, të cilat ishin të smura
ndaj ligjit, ndaj teorisë së eugenizmit, ku baza e kësaj është që racat superiore duhet të zhdukin racat inferiore. Mbi bazën e këtij e këtyre politikave britanike, ata zhvilluan, siç e u thash, luftën e Krimes kundër Rusisë më 53-56, nxitën luftën civile në SBA më 1861-1865, luftën e dytë të opiumit kundër Kinës 1856, në mos gaboj 1860, dhe shtypën kryengritjet indiane nëpërmjet një gjenocidi në në fillim të viteve 1860 ose në fillim të viteve 1861, pak rëndësi ka kjo, dhe në vitin 1872, me ato që u quajtën kërkesat e Alabamës, për shkak se perandoria britanike kishte furnizuar me armë Alabamën që u ngrit kundër qeverisë së presidentit Lincoln, kundër veriut, për të shkëputur dhe për të krijuar konfederatën gjatë luftës civile amerikane më 1861, Shtetet e Bashkuara i vendosën sanksione dhe nëpërmjet gjykatave arritën i morën Britanisë $15 milion dëmshpërblim. Po cili ishte ndryshimi mes vendeve që qeverisë, ju lutem foton e radhës, që qeveriste Britania dhe prosperitetit që kishte filluar t'i jepte vendit, foton tjetër, Shtetet e Bashkuara. Kini dy foto aty, ja si jetonin popujt në qeverisje britanike, në krah të majt, gjysma e fotos, dhe në krah të djathtë, ja mrekullirat që kishin filluar të bënin amerikanët në shtetin e tyre. Tashi, britanikët ishin përballë skemës riorganizohu ose shkatrohu. Burokracia e madhe në fakt, ndërkombëtare, duhet themi, e perandorisë, ishte dobësuar, ishte demoralizuar dhe budallalepsur, dhe nivelet e larta të atyre familjeve që kishin qeverisur City of London, kishin filluar të bëheshin dekadent në këtë kohë dhe jo kreativ, pasi për dekada ata kishin pasur një besim narcisist ke vetja dhe lavdia e tyre e pacënueshme. Në këtë kohë, ju lutem hiqeni foton dhe vendosni foton tjetër të George Parkin, që ja u kam dhënë, foton më poshtë. George Parkin ka qenë mentori i Cecil Rhodesit dhe më vonë dhe menaxheri i Rhodes Trust, i Trustit Rhodes, nga viti 1902 deri në vitin 1920, pasi duket që George Parkin nuk ka nevojë për shënimet poshtë fotoja. George Parkin ka vdekur në vitin 1922. Ai ka shkruar një libër që quhet Imperial në vitin 1892 dhe deklaron: a ka arritur kapaciteti ynë për organizim politik limitin e tij maksimal? Për popullin britanik kjo është çështja e pyetjeve. Në të gjithë gamën e variacioneve të mundshme politike në të ardhmen nuk ka asnjë çështje me rëndësi kaq të gjerë, jo vetëm për popullin ton, po për botën në përgjithësi. Sa çështja nëse perandoria britanike do të mbetet një njësi politike apo do t'i nënshtrohet forcave shpërbërëse, do të lejoj që rrjedha e jetës tonë kombëtare të ndahet në shumë kanale të ndryshme. Diçka duhej bërë dhe Cecil Rhodesi, së bashku me njësër organizatash të reja kërkimore, siç është X-Club i Thomas Huxley dhe Fabian Society, bashkëpunoi me këta dhe filloi të organizonte atë që quhet Round Table.
Nuk kaloi shumë kohë dhe Rodesi u caktoi një nga menaxherët e tij për të krijuar 2 kompani minerare të pangopura që edhe sot vazhdojnë në fakt të thajnë Afrikën, dhe këto ju i keni dëgjuar, janë kompania e diamanteve De Beers dhe kompania tjetër që quhet Consolidated Goldfields of South Africa. Në vitin 1889, Rodesi themeloi kompaninë britanike të Afrikës së Jugut, duke hyrë në luftë në një luftë të egër me boerët ose me fermerët holandezë, të cilët e kishin kolonizuar të parët këtë kep fundor në jug të pjesës jugore poshtë Ekuadorit, ndoshta pjesa më në jug së bashku me Australinë, që ishte një vend i mrekullueshëm me mrekulli të mëdha nga natyra. Dhe duke u bazuar dhe në praktikat me kompaninë e Indive Lindore britanike, e cila ka qenë një nga kompanitë më të fuqishme dhe që sot familjarët që kanë bërë pjesë në kompaninë e Indive Lindore përbëjnë sot atë që quhet bërthamën e Komitetit të 300-ve. Dhe mbretëresha Victoria e caktoi Rodesin si kryeministër të kolonisë së Cape Townit ose Afrikës së Jugut, ku brenda 3 vjetësh ai themeloi një koloni të re, siç u thash, që njihet me emrin Rhodesia, dhe plaçkiti gjithë kontinentin, duke i shtypur të gjithë ata që do të dilnin në rrugë, qofshin Zulu, vendas, apo siç u thash, qofshin boer ose kolon holandez. Duke treguar vizionin e tij për përdorimin e pasurisë së tij të krijuar me padrejtësi, ky Cecil Rhodesi shkroi një testament në vitin 1877 për ta bërë perandorinë britanike përsëri perandorinë ku s'perëndonte dielli kurrë, dhe deklaroi hiqeni figurën e George Parkin, dhe Cecil Rhodesi do të deklaronte në testamentin e tij të shkruar në vitin 1897 se pse nuk duhet të formojmë një shoqëri sekrete ne britanikët me një qëllim përparimin e saj dhe vënien e të gjithë botës së pacivilizuar në sundimin britanik për rimëkëmbjen e Shteteve të Bashkuara dhe për ta bërë rasën anglosaksone një perandori të vetme sunduese në botë. Shtrirja e sundimit britanik pastaj në të gjithë botën, përsosja e një sistemi emigrimi nga Mbretëria e Bashkuar dhe kolonizimi nga nënshtetasit britanikë të gjitha tokave ku mjetet e jetesës arrien me vështirësi në drejtim të energjisë, punës dhe sipërmarrjes, dhe veçanërisht pushtimi nga kolonët britanik i të gjithë kontinentit të Afrikës, tokës së shenjtë, pra Palestinës bëhet fjalë, luginës së Eufratit, ishujve të Qipros dhe Kanadas, të gjithë Amerikës së Jugut, ishujve të paqësorit që më parë nuk ishin zotëruar nga Britania e Madhe, i gjithë arkipelagut të Malajzisë, Bregdetit të Kinës dhe Japonisë, atëre duhet të rimëkëmbim përfundimisht dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat duhet të jenë një pjesë integrale e perandorisë britanike, konsolidimi të gjithë perandorisë britanike, inaugurimi i sistemi përfaqësimi kolonial në parlamentin perandorak, i cili mund të tentojë të bashkojë antarët e shkëputur të perandorisë. Duke përvijuar këtë proces për gjeneratën e ardhshëm të menaxherëve perandorak, që do të bëhej shtylla kurrizore e një programi bursash që do të mbante emrin e tij në ajo që quhet Rhodes Scholarship në Oxford, ku studiojnë shumë studentë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, ata që janë kundër independencës së Shtetet e Bashkuara, ose ata që bëhen pjesë e asaj që quhet shteti i thellë në Shtetet e Bashkuara, që Trumpi i quan shteti i thellë dhe që luftojnë për ta futur rimorkjo Shtetet e Bashkuara të City of London. Rhodes deklaroi: le të formojmë një lloj shoqërie,
një kishë për zgjerimin e perandorisë, që tjetë si një kishë për zgjerimin e perandorisë britanike. Kjo shoqëri duhet të ketë antar në çdo pjesë të perandorisë britanike që punojnë me një objekt dhe një ide. Ne duhet t'i vendosim antarët e saj në universitetet dhe shkollat tona dhe duhet të shikojmë të rinjt anglezë që kalojnë në përduart e tyre. Vetëm një në 1000 do të kishte mendjen dhe ndjenjat për një objekt të tillë siç e përfytyroj unë. Ai duhet të sprovohet në çdo mënyrë. Ai duhet të testohet nëse është i durueshëm, i zotëruar nga elokuenca, shpërfillës ndaj detajeve të vogla dhe nevojave të jetës. Dhe nëse gjendet një tillë në 1000, atëherë ai duhet të zgjidhet dhe të detyrohet të bëjë një betim që do të shërbejë gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës së tij në qarkun e tij në funksion të idesë tonë të madhe. Ai pastaj duhet të mbështetet, nëse nuk ka mjete të nevojshme, duhet të mbështetet nga shoqëria dhe të dërgohet në atë pjesë të perandorisë ku ne mendojmë se ai mund të ishte i dobishëm. Rhodosi në fakt vdiq në vitin 1902 dhe pasuria e tij e madhe shkoi në fondin e financimit të një operacioni të dyfisht për të zhbërë revolucionin amerikan dhe për të rivendosur perandorinë britanike si një lloj të ri perandorie romake, po jo vetëm për botën e mesdheut, por për të gjithë botën mes të 5 oqeaneve. I lutem regjis një foto tjetër pa shënimet. Këtu janë një grup i shquar eugenistësh ku nga e majta të asaj që quhet tryeza e rumbullakët, nga e majta në të djathtë janë i pari është Lord Nathaniel Rothschildi. I dyti është profesori John Ruskin, të cilit i përuleshin të gjithë për idetë e tij dhe për genialitetin e tij. I treti është Lordi Alfred Milner, i cili qeverisi Round Table-in apo tryezën e rumbullakët pas vdekjes së Cecil Rhodesit dhe është një nga njerëzit kryesor së bashku me kolonelin Edward Mandell House që trajtonte presidentin eugenist të parin që ranë në dorën e elitave pro-britanike, presidentin Wilson. Ka thash unë Wilson? Wilsonin ne s'kur e njohim shumë të mirë. Në fakt, ky është presidenti i parë që totalisht ja u dha pushtetin njerëzve të shkolluar në Rhodes Scholarship dhe që kishin ëndrrën e tyre të zhbënin revolucionin amerikan për pavarësi nga Britania dhe ta bënin përsëri Amerikën një vagon në lokomotivën e ish perandorisë britanike dhe këta janë ata që filluan të ndërtonin shtetin e thellë që punonte kundër pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, siç i quan Trumpi dhe siç i quajmë sot rëndom ata që ndodhen në Washington dhe në New York në bursë të cilët punojnë vazhdimisht për këtë ide të madhe të Rhodesit. Personi i tretë pas Lordit Milner është William Stead dhe i fundit është Cecil Rhodesi. Këta kishin një operacion ku pjesa e parë përfshinte krijimin e një rjeti të grupeve private të ekspertëve në pjesë të ndryshme të botës të dominuar nga anglo-saksonët dhe antar të asaj që ju thash që quhej Organizata e Tryezës së Rumbullakët me nyjen kontrolluese në City of London ose qendra e Londrës quhet City of London, qyteti i Londrës, po qyteti quhet City. Brenda Londrës është pjesa ku janë bankat, ku është kryeministria, ku janë institucionet kryesore të shtetit. Në këtë kohë, kur u themelua City of Round Table, pjesë drejtuese e kësaj ishte, siç u thash, Lordi Nathaniel Rothschild,
ish kryeministri Lord Gascoigne Cecil, i familjes së lashtë të lordëve Cecil, Lordi Alfred Milner, George Parkin, që ja u tregova në foto më lart, përfaqësuesi kryesor anglo-kanades i familjeve të City of London. Vetë emri, si që u thash, Round Table, rrithe nga një histori romantike e mesjetës dhe nga tryeza rumbullak të mbretit Arthur. Këta ishin antarët e Round Table, ishin nga këta, si mund t'i quajmë, sociopatët e rinj të Oxfordit, që masakruan 10 mijëra gra dhe fëmijë boer gjatë luftës së dytë boere në Afrikën e Jugut. Shumë nga këta të rinj të Oxfordit në fakt do të luanin role të mëdha në formësimin e gjithë kaosit që i ndodhi Evropës, po gjithë botës, gjatë shekullit të 20 me 2 luftrat botërore. Në këtë kohë, kur ata filluan të studionin në Rhodes Scholarship, në drejtimin e Lordit Alfred Milner, këta e quanin veten kopshti i Milnerit. I kam dhënë regjis një foto që e kemi gjetur ne nga studentët kryesor, ju lutem regjis, ku janë disa njerëz të cilët më vonë do të bëheshin të rëndësishëm në historinë botërore, jo vetëm të Britanisë, siç është Robert Brandt, siç është Lionel Hitkins, Lionel Curtis, Philip Kerr, po edhe figurat tjera që unë nuk i kam identifikuar dot në mes të atyre asaj fotografie. Lordi Alfred Milner kishte qenë shumë i afërt me Rhodesin para se ky të vdiste në vitin 1902 dhe do të shërbente si një figurë ynore duke ruajtur jetën e këtyre djembe të rinj që i përzgjithe mbi talentet të ndryshme si ambicet për karrierë, formimin e tyre eugenist, racizmin e tyre, nga prirjet e veçanta seksuale që kishin formësuar pasaj mbi këto përzgjedhje dhe Rhodes Scholarship. Rhodes Scholarship në fakt kolegji u mbikëqyr në fillim nga George Parkin, i cili nëpërmjet Rhodes Trust jo vetëm që financoi gjithë lëvizjen ndërkombëtare të Round Table, por ai përzgjodhi dhe stafin nga antarët nga këto fotot që ju tregova të Alfred Milnerit të drejtuar, si Leo Emery, Robert Brandt, Lionel Curtis, Philip Kerr, dhe formoi atë që quhet Rhodes Scholarship me këtë grup të parë. Këta afruan kushte të veçanta në fakt për talentet në të gjithë Commonwealthin në sallat e Universitetit të Oxfordit dhe bursa e Rhodesit do të instrumentalizonte formimin e një brezi të ri burokratësh dhe mercenarësh perandorak të përkushtuar ndaj kauzës së vizionit të Rhodesit dhe duke u shpërlar trurin mbi 8.000 amerikanëve në sallat e Oxfordit që nga themelimi i tij dhe duke luajtur një rol dhe një proces shumë dominues dhe në formësimin e administratës së fundit që u largua të administratës Biden. Gjatë gjithë shekullit të 20, studiues të Rhodesit do të luanin një rol kyç, studentët e Rhodesit, duke bashkëvepruar sigurisht ngushtë me shoqërinë Fabian Society, që ishte përshqendruar në atë që quhet London School of Economics and Political Science, ku ka përfunduar dhe George Soros i formimin e tij universitar. Studentët e këtyre depërtuan në çdo deg të qeverisë, në çdo institucion, nëpër korporatat, në media, në akademitë ndryshme, madje edhe në akademitë
ushtarake. Këto operacione me bazë në Britani bashkëvepruan ngushtë me kolonën e 5 anglo-amerikane në Shtetet e Bashkuara dhe kryuan atje fillimisht një organizat që quhej Shoqëria e Peligrinëve, Pilgrims Society. Në vitin 1902 sapo u kryua dhe Rhodos Round Table, Treza Rumbullakët, dhe kjo përfshinte, pra Shoqëria e Peligrinëve përfshinte antar kryesor të familjeve aristokratike të establishmentit nga pjesa lindore e Shtetet e Bashkuara, dhe këta kërkonin të krijonin një marrëdhënie të veçantë me Britaninë. Të flasim një çik, mirë, ishe foton për republikanizmin kanades, pavarësisht se Britania ka marrë pjesë në vrasjen e 3 presidentëve të Shtetet e Bashkuara, independentist, siç ishte Lincoln, Garfield dhe McKinley, përsëri ka pasur një koshere tradhtarësh të cilët kanë punuar për nënshtrimin e kontinentit amerikan, qoftë në Amerikë, qoftë në Britani, për llogarit të familjes perandorake britanike. Tani kisha dëshirë të flisim një çik dhe për pjeket e britanikëve, megjithëse kemi bërë 2 emisione të veçanta për si e ka mbajtur të nënshtruar Britania Kanadan, megjithëse ka pasur dhe atje shumë independentist, një lloj si etri themelues i Shtetet e Bashkuara, dhe kjo përpjekje independentistëve nga Britania është kurorzuar me vrasjen e 3 presidentëve, të cilët nuk pranonin ta nënshtronin Amerikën, Shtetet e Bashkuara ndaj Britanisë, dhe këta janë Abraham Lincoln, Garfield dhe McKinley. Në gjurmët e këtij ekipi independentist dhe të një shtetit fuqishëm të pavarur, ka pasur dhe Kanadaja kry e ministrat e saj, të cilët i kemi përmendur rastësisht, po unë i kam veçuar, i lutem regjisë, 2 fotot, ja ku i kini këtu, në krah të majtë kemi përzgjedhur Isaac Buchananin, i cili ka qenë kryeministër në kohën e Lincolnit, në kohën e luftës civile, dhe në krahun e djathtë është Wilfrid Laurier. Ky ka qenë me origjinë franceze dhe pra franco-kanades, dhe ky admironte Lincolnin dhe u bë kryeministër në vitin, në mos gaboj, në fund të shekullit 19, rreth viteve 1897 ose 96, 1896 është bërë, dhe ky kërkoi të finalizonte traktatin e reciprocitetit me Shtetet e Bashkuara, dhe këta e kishte kërkuar prej kohësh, dhe në vitin 1911 ky kishte krijuar dhe një tarifë mbrojtëse tregtare anti-britanike rreth Shtetet e Bashkuara dhe Kanadas, pra të dyja shtetet së bashku, dhe kjo ishte frika tmerruese e Alfred Milnerit dhe familjes perandorake, elitës britanike në atë kohë, pasi kjo do të kishte promovuar ato që kishte kërkuar Isaac Buchanani, që është në krah të majt dhe që e admironte Lincolnin në vitin 1863, siç u thash, por marrëdhënia e veçantë jo me Britaninë e Kanadas, por me Shtetet e Bashkuara, në këtë kohë, në kohën e Buchananit, ishte bllokuar me një grush shteti që e largoi Buchananin nga detyra para se të mbaronte lufta civile. Mirë, ishe foton, në vitin 1903, në mos gaboj, Alfred Milner, Lordi Alfred Milner, i fuqishmi Alfred Milner, i shkruante njërit prej studentëve të tij, Leo Emerit, dhe i theshte: ka 3 mundësi në të ardhmen për Kanadan. Bashkim i ngushtë perandorak, pra Britania, ajo Kanadaja të ishte pjesë e Britanisë, është e para, e dyta është ajo të bashkohet me Shtetet e Bashkuara, dhe e treta është pavarësia
e saj, por në mbikëqyrjen perandorake. Besoj, thot ajo, që numri 2 ishte rreziku më i madh. Nuk mendoj se vetë kanadezët janë të vetëdijshëm për këtë. Ata çuditërisht janë të papjekur në reflektimin politik mbi çështjet e mëdha dhe mezi kuptojnë sa të fuqishme janë ndikimet e tyre nëse do t'i kishin, pra cilën do të zgjidhin ato të treja. Nga ana tjetër, unë nuk shoh ndonjë rrezik për unitetin përfundimtar perandorak në nacionalizmin kanadez. Dhe vërtet kështu ka rezultuar. Përkundrazi mendoj se e njëjta ndjenjë bën shumë, veçanërisht kanadezët e rinj, të jenë të fuqishëm dhe madje arrogant, të sigurt në pavarësinë e tyre, krenar dhe mburavec për madhështinë dhe të ardhmen e vendit të tyre, e kështu me radhë, të cilat nëse trajtohen me pak takt dhe zyrtarësi nga ne, do të ishin të përshtatshme për një pranim entuziast të unitetit perandorak mbi bazën e shteteve partnere. Prandaj, sipas mendimit tim, kjo tendencë duhet inkurajuar jo vetëm si mbrojtje kundër amerikanizimit, por edhe si një mënyrë për të krijuar në planin afatgjat një bashkim të gjitha pjesëve të Britanisë. Ju lutem një foto të njerit prej njerëzve me ndikim të tryezës së rumbullakt. Ky është Sir Robert Borden, për cilin do ta përmendim pak më vonë. Kryeministri britanik Laurier ishte i përkushtuar për ta mbajtur Kanadan larg luftrave të Britanisë dhe Kanada mos merrte pjesë në këto luftra. Ndërkohë që ndërtonte vetë një marinë sovrane, Laurieri. Megjithatë, përpara se projekt ligjit i reciprocitetit i vitit 1911 që u përmenda pak më lart të miratoj, ndodhi një përmbysje e orkestruar e qeverisë së tij e ndikuar nga urdhri masonik Orange dhe grupi i Round Table ose i tryezës së rumbullakët, dhe Laurier në mënyrë si ta quajmë të trishtuar, pak vite më vonë tha: Kanadaja sot qeveriset nga një juntë e Londrës e ulur në Ottawa, e njohur si tryeza e rumbullakët, me pasoja në gjithë Kanadan, në Toronto, në Winnipeg, në Victoria, me konservatorët dhe gricat që i marrin idetë e tyre nga Londra dhe u imponojnë ato në mënyrë tinzare partive të tyre përkatëse. Me largimin e liberalëve, Laurier ka qenë pjesë e liberalëve, në fakt në atë kohë që sot Partia Liberale është plotësisht e sklavëruar nga City of London, me fitoren e Mark Carney tash këto ditë të fundit. Një grup kukullash e tryezës së rumbullakët në udhëheqjen e këtij personit që shikoni në foto, Robert Borden, mori kontrollin dhe e përfshiu menjëherë Kanadan në luftën e re botërore të cilën e kishte hapur Britania. Ky më vonë, në vitin 1928, Robert Borden u zgjodh kryetari i tryezës së rumbullakët ose i Royal Institution of International Affairs të Kanadas, dega e Kanadas, që është një degë asaj që quhet Chatham House, për të cilin do të flasim më vonë se çfarë është. Tryeza e rumbullakët në fakt në këtë kohë filloi të përgatiste skenën për të vendosur rendin e ri botëror sipas teoremës së tyre ordo ap chaos. Pra bëhe kaos dhe pastaj vendos rendin kur njerëzit janë të dekurajuar dhe pranojnë çdo lloj zgjidhje në emër të paqes. Grupi i tryezës së rumbullakët me në krye Alfred Millerin morin në kontroll qeverinë britanike me një grusht të butë shteti ndërmjet Lloyd George-it dhe Alfred Millerit në vitin 1916, kur rrëzuan qeverinë e Asquithit, Herbert Asquith. Këta që kanë bërë fakultetin e historisë e kanë dëgjuar, por nuk i njohin këto në përgjithësi, këto aktivitetet e këtyre në underground dhe qëllimet e tyre.
Askuj ishte nga Partia Laboriste dhe në pushtet pra pas largimit të tij u vendos grupi Rhodos Milner. Pasi ka përzyen me sukses rezistencën kundër nacionalistëve amerikanë që e mbajtën në fillim të luftës së parë botërore, shëban jashtë luftës, derisa këta organizuan fundosjen e anijes Lusitania në vitin 1917 dhe kjo koshere armiqësore e City of London ndaj Shtetet e Bashkuara e përfshin atë në luftë me pjesëmarrjen dhe me ndikimin e lobit ebre, të cilëve Britania ju kish premtuar se do të krijonte shtetin sionist, pra sionistët në bashkëpunim me Round Table në City of London futën në luftë Shtetet e Bashkuara së bashku me antarët e shtetit të thellë. Duhet thënë që ishe foton, duhet thënë që 3-4 vjet para se të fillonte lufta, një vit në fakt, në vitin 1913, në Shtetet e Bashkuara ishte krijuar institucioni më i fuqishëm botëror financiar për prodhimin e paras që ishte Fedi ose sistemi i rezervës federale. Siç u kam thënë në atë kohë, në pushtet, mbas një eugenisti siç ishte Ted Roosevelti, erdhi një eugenist tjetër që ishte Woodrow Wilson në vitin 1913, i cili erdhi me premtimet që nuk do të lejonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ngatroheshin me problemet dhe me luftrat e Evropës. Por në fakt, siç u thash, Woodrow Wilson ishte një kukull e Round Table. Ju lutem një fotot, ju kam dhënë një fotot të presidentit Wilson, ja ky është, duke si këta kloun të cirkut, po t'i bësh sa foton, edhe ngjan më shumë si femër se sa si mashkull. Ky mbështeti i pari përpjekjet për një rend të ri botëror në vitin 1919 duke ardhur në Versailles, rendin botëror britanik, dhe ky në fakt ka krijuar dhe ka riorganizuar organizatën me 3 Ku Klux Klan, kur ky ishte në detyrë. Më pas vdekjes ishe foton, pas vdekjes Lordit Miller, Alfred Miller, që drejtoi fillimet e Round Table, drejtimin e saj e mori ai që quheshe Philip Kerr, që në fakt kishte titullin Lordi Lothian, i cili ka shprehur një zhgënjim për Amerikën në vitin 1918, ku i shkruante një bashkëpunëtori të tij, Leo Emery. Ai shkruante: ekziston një koncept thelbësisht i ndryshëm në lidhje me shumë çështje midis Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara për sa i përket domosdoshmërisë së kontrollit të civilizuar mbi popujt politikisht të prapambetur. Banorët e Afrikës dhe pjesëve të Azisë kanë rezultuar të paaftë për ta qeverisur veten, sepse ata janë plotësisht të paaftë për të përballuar ndikimet demoralizuese ndaj të cilave nënshtrohen kundrejt vendeve të civilizuara. Kështu që ndërhyrja në fuqie perëndimoriste është e nevojshme për t'i mbrojtur ata nga këto ndikime. Pikpamja amerikane është krejtë ndryshme nga tona. Shtrirja e kësaj pune pas luftës, e njohur si bara, që ka njeriu i bardhë për të civilizuar rasat e tjera më të ulta, do të jetë aq e gjerë sa nuk do të kryhet kurrë nëse nuk ndahet kjo barë, pra midis Britanisë dhe Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Amerika, thot Lordi Lothian, jo vetëm që nuk ka ndonjë koncept për këtë aspekt të problemit, por është bërë të besoj se marrja e kësaj lloje përgjegjësie është një lloj imperializmi i padrejtë. Ata mbajnë një qëndrim ndaj problemit të qeverisjes botërore, analog me atë që mbajtën ndaj problemit të luftës botërore. Nëse ne jemi të ngadalt për t'i mësuar ata, do të dënohemi
me një periudhë marrëdhënies të vendosura midis pjesëve të ndryshme të botës anglishfolse. Duhet të futemi në mendjet e kanadezëve dhe amerikanëve se një pjesë e barës qeverisjes botërore është një përgjegjësi po aq e madhe dhe e lavdishme prej tyre sa pjesëmarrja që ata bën në luftë. Këtu kemi një foto të regjia, po të shikosh janë dy duar midis ky krah majtësh të Ted Roosevelti dhe në krah të djathtë është idhulli i tij mbreti Eduardi i VII. Në fakt, në presidencën e Teddy Roosevelt dhe Woodrow Wilsonit, siç ja u thash, Amerika ra në ndikimin e kësaj klase elitare të Round Table që drejtohej nga britanikët si në nivel vendor ashtu dhe ndërkombëtar. Në Ted Rooseveltin, programi i rritjes teknologjike në shkallë të gjerë promovuar nga Lincolni, Garfieldi dhe McKinley, të cilët u vranë prej Britanisë, u ndal sepse politikat e ruajtjes imponuan në të gjithë bregdetin perëndimor të SBA-s izolimin e të gjithë këtij bregdeti nga rritja teknologjike. Ajo shoqata e pelegrinëve që ja u përmendam përpara, që në fakt ishte pjesa e tryezës rumbullakët për Shtetet e Bashkuara në fillim, ishin si filantrop, siç janë dhe fondacionet Rockefeller dhe Carnegie në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë investuar shumë në kërkimin e eugenizmit në universitetet që ata kanë mbështetur dhe në ligjet e sterilizimit të njerëzve në të gjithë botën. SBA-ja me shtetin e Indianës u bë para nga 27 shtete që ishin atëre që miratoi politikat eugenike në vitin 1907. Ju lutem, hiqeni foton dhe vendosni foto tjetër ku janë gazetat të cilat të kohës, të cilat flasin për eugenizmin, politikat eugenike në Shtetet e Bashkuara. Rockefelleri në fakt financoi iniciativën e eugenikës për të sterilizuar 15 milion amerikanë. Ted Roosevelti siguroi gjithashtu që Shtetet e Bashkuara të kishin policinë e tyre sekrete, me atë që quhet sot Byroja Federale e Timit, e cila u krijua në mos gaboj, në vitin 1906 ose në vitin 1908 është krijuar dhe është modeluar sipas MI5, sepse kjo u themelua po këtë vit dhe politika e jashtme anglo-amerikane pas themelimit të këtyre dy organizatave sekrete u miratua për herë të parë në histori mbas revolucionit amerikan. Dega e New Yorkut në fakt e kësaj Pilgrim Society ose shoqërisë pelegrinëve e drejtuar nga Londra ngriti një organizatë që quhej The Inquirer, e cila mbikëqyrej nga figura e fuqishme e Edward Mandell House, por edhe nga njerëz të tjerë me ndikim që krijuan të parët shtetin e thellë të Washingtonit, siç kanë qenë Walter Lippmann, George Louis Beer, Elihu Roth, të cilët artuan dhe skicën e ideologjisë internacionaliste të Wilsonit me ato 14 pikat e tij të famshme në konferencën e paqes në Versailles. Pavarësisht këtyre sukseseve të Round Table, nacionalistët në SBA nuk ishin spastruar plotësisht dhe madje dhe sot nuk janë spastruar dhe frymën e tyre e përçon presidenti Donald Trump. Dhe këta nacionalistët filluan të luftojnë kundër shtetit të thellë që sapo kish filluar të krijohej. Ju lutem një foton pasardhëse ju risë. Ju kam dhënë një foto me shumë figura nëse e keni aty, vendoseni po. Ja, këta janë disa nga nacionalistët të cilët unë do t'i përmend, disa prej tyre janë emra të dëgjuar. Nga lartë në krah të majt është senatori La Follette Jr., është senatori Robert Wagner, senatori Peter Norbeck dhe poshtë janë nga e majta në të djathtë senatori George Norris, senatori Edward Costigan dhe republikani William Lemke në krah të djathtë. Figura kryesore në Kongres që i rezistoi shtetit të thellë ishte
ishin pra këta që unë ju përmenda, dhe është e rëndësishme që fjalimet e këtyre erojve të cilët Amerika sot i ka haruar të përmenden si luftëtar që luftuan kundër pushtimit të Shtetet e Bashkuara nga ana e shtetit të thellë dhe ekspozuan pa pushim dorën e zgjatur mbi shtetin Amerikan të bankierëve të Wall Streetit pas luftës së parë botërore dhe përpjekjeve për të vendosur një qeveri botërore. Senatori George Norris, që ja u përmenda këtu në foto, që është i pari majtas që ka dorën pak të ngritur, ka mbajtur një fjalim në vitin 1917 kundër përfshirjes së ishte një figurën regjia, kundër pjesëmarrjes së Shtetet e Bashkuara në luftën e parë botërore, duke thënë, lufta nuk i sjell asnjë begati masë së madhe të qytetarëve tanë të zakonshëm dhe patriot. Përkundrazi, ajo rrit koston e jetesës së tyre, të atyre që punojnë shumë dhe të atyre që tashmë ju bie të bëjnë çdo përpjekje për të mbajtur shpirtin dhe trupin së bashku. Lufta u sjell begati vetëm lojtarëve të bursave në Wall Street, atyre që tashmë zotërojnë më shumë pasuri se sa mund të konsumohet apo të shijohet prej tyre. I lutem një foto tjetër ku duket George Norris me një merimangë të madhe ku në mes të shtyllës kurrizore shkruan Wall Street dhe nëpër këmbët e saj dhe rreth e rrotull janë të gjitha organizatat që kanë thurur rjetën për të skllavëruar shtetin nga Rhodes Scholarship, për të skllavëruar shtetin dhe popullin amerikan si pjesë si vagon i perandorisë britanike. Në plaçkitjen e botës në konferencën e paqes të Versailles morën pjesë mbi 28 antar të organizatës hetimore drejtuar nga Lippmann, që e përmenda pak më lart, ku jo vetëm që u artua një shlyerje sadiste borxhit të Gjermanisë së mundur, së bashku me coptimin që i bën perandorisë austro-hungareze dhe osmane, por përveç kësaj u krijuan mundësitë për të krijuar dy organizata të reja. Do të flasim pak dhe për këtë dhe do të vazhdojmë nesër në emisionin tjetër për vazhdimin e përpjekjeve të perandorisë britanike, priftërimve, siç i quajmë ata që janë priftërinë e Rhodes Scholarship, për të krijuar rrjetën e merimangës të perandorisë britanike mbi të gjitha kontinentet. Në vitin 1919, në maj, ka qenë në fund të majit, në Paris, me pjesëmarrjen e shtetit të thellë që sapo kishte filluar të krijohej në Shtetet e Bashkuara dhe pjesëtarëve kryesor të Rhodes Scholarship, u krijua ajo që quhet Chatham House, e cila zyrtarisht mori emrin Royal Institution of International Affairs, që duket sikur është një think tank, pra një organizat që kërkon të japë ide për zhvillim në ndonjë fushë të caktuar, por në fakt nuk është e tillë. Ajo është një organizatë që përpiqet të shtrijë sundimin e elitave politike britanike dhe elitave financiare, quhishet të City of London mbi të gjithë botën. Pastaj dega e asaj që quhet Chatham House të Londrës, po që u krijuan në Paris, siç u thash, 30 maj 1919, në Shtetet e Bashkuara do t'i quheshe me akronimin CFR, e the në shqip, që do të thotë Council on Foreign Relations, domethënë Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme, e cila më pas u krijua pas një 10 vjeçari, si u krijua Chatham House, u krijua dega në e saj në Kanada.
Kush ka marrë pjesë në Chatham House? Kanë qenë figura të fuqishme si Louis Curtis, Lord Percy, Jacob Swift, i madhi Jacob Swift, që do t'ja u them pak më vonë se kush është, bankieri kryesor gjerman që realizoi dhe orkestroi shtenjen në dorë të emisionit të dollarit në duart e bankierëve privat, që i fut Paul bashkë me vllajën e tij, Paul Warburgu, dhe këshilltari kryesor ose eminenca gri e presidentit Wilson, koloneli Edward Mandell House. Nuk ka qenë pak kolonel, po kështu i thrisin, nuk ka qenë ushtarak. Këto figura, si House dhe Warburg, si që u thash, kanë lojtur në vitin 1913, foton ju lutem pasarse të në krijimin e sistemit të rezervës federale në Shtetet e Bashkuara, sipas asaj që quhet komploti i Jekyll Island. Pasi foton regjia, po, sipas terminologjisë që përdoret, sepse u mblodhen në një ishull që quhet Jekyll Islands, ishulli Jekyll. Këtu keni 4 figura të rëndësishme që kanë krijuar shtetin e thellë, dhe nga e majtan të djathtë keni Jakob Schiff. Jakob Schiff është familja Schiff jetonte në Frankfurt për shumë kohë të gjata në një vilë me familjen Rothschild, dhe Jacobi u dërgua 2 herë në Shtetet e Bashkuara, një herë i ri ku nuk e kreu dot misionin në vitet 1870, 1880 ka qenë shumë i ri, dhe pasaj më mbrapa ai arriti krijovi sistemin e rezervës federale dhe ishte njeriu më i fuqishëm i Shtetet të Bashkuara. Ka vdekur mos gaboj në vitin 1917 dhe ky krijovi odhi bazat për krijimin e SFR-s, siç ju thash. Në foton e dytë është Lordi Alfred Milner, i fuqishmi, i pari që ka drejtuar Rhodos atë round table. I treti është Paul Warburgu, që i thash që ja u shpjegova që bashkë me vllajën e tij ndikuan shumë që në emër të familjes Rothschild, por edhe të dinastisë tyre bankare shumë të fuqishme, themeluan Fedin. Ndoshta me familjen Warburg, e cila është nga ajo që quhet fisnikëria e zezë e Venecias, ndoshta ka një degë dhe ish presidenti ynë Alfred Moisiu nga nëna, dhe nuk është rastësi zgjedhja e tij si president. Në foton tjetër, në krah të djathtë, është William Thompson. Dhe Thompsoni ishte një nga drejtorët e parë të Fedit, të rezervës federale. Dega amerikane në fakt u bë aktive në vitin 1921 dhe të Chatham House-it, dhe e udhëhoqi ajo që quheshe Elihu Root, një Jewish, bashkë me Walter Lippmannin, dhe u thash që mori emrin Këshilli për marrëdhëniet me jashtë, ose CFR, Council on Foreign Relations. Dhe sipas fjalëve që ka thënë Hillary Clinton, CFR-ja do të ishte anija mem që do të merrte Shtetet e Bashkuara ta çonin drejt ujrave të superfuqisë botërore. Breza të tërë studiuesish të Cecil Rhodesit, që janë trajtuar në Oxford me bursat e parat e De Beersit, kompanisë Rhodesit, do punonin për CFR-n, duke përfshirë dhe presidentin
e saj të fundit, Richard Haas. Degë të reja të studiuesve të Rhodesit u krijuan në të gjitha territoret anglosaksone, pra të Rhodes Scholarship, të shkollës Rhodes, dhe në Kanada, e cila, siç u thash, krijoi Institutin Kanades për çështje ndërkombëtare në vitin 1928 ose 29, nuk jam i sigurt, të kryesuar nga ish kryeministri Robert Borden, që u përmenda më lart. Studiuesi Scott Reid, në mos gaboj, gjithashtu ka drejtuar në fillim këtë Chatham House-in kanades. Më pas këtë Chatham House-in, ose RIA, e ka akronimin sot në këto rrjetet po t'i shikoni, më pas këtë e krijoi Zelanda e Re në vitin 34, në mos gaboj. Australia e ka krijuar një vit më përpara, ose 2 vjet, në vitin 32 ose 33, nuk jam i sigurt, po kështu e ka krijuar dhe Afrika e Jugut në atë kohë, dhe Scott Reid vazhdoi të luante një rol udhëheqës më pas edhe në krijimin e NATO-s disa dekada më vonë, siç mund ta shikoni dhe në website-in zyrtar të Chatham House-in, e cila e përshkruan takimin themelues. Ishte një foto, një lutem, takimi themelues në website-in e Chatham House-it thotë se në Hotel Majestic, Curtis mbajti një fjalim emocionues, i cili u tha studiusve dhe zyrtarëve të mbledhur aty se u takonte atyre njerëzve që vepronin në kryqëzimin e politikës së lartë dhe studimeve të famshme shkencore që të formësonin paqen e re, duke edukuar publikun mbi çështje ndërkombëtare. Ekzistonte gjithashtu një pritje e mbështetur nga lidhjet shoqërore anglo-amerikane dhe institucionet si Rhodes Scholarship, dhe do të ishte detyrë britanisë dhe Shteteve të Bashkuara që të përcaktonin rrjedhën e politikës ndërkombëtare në periudhën e pas luftës. Është një libër që quhet Zgjatja e agonisë, si establishmenti anglo-amerikan organizoi luftën e parë botërore, të shkruar nga 2 autorë, Jim McGregor dhe Gary Docherty, të cilët në këtë libër, që unë i kam nxjerr këto shënime, edhe nga librat që ka botuar Helga Secrets, këta shkruajnë. Ata, antarët e grupit Rhodes Milner, morën grupin e suksesshëm të tryezës Rumbullakët dhe rimodeluan në Institutin e Çështjeve Ndërkombëtare, ose në Chatham House. I mbytur në fjalë, të cilat kur deshifroheshin nuk kuptonin se ata do të punonin së bashku për të përcaktuar drejtimin e ardhshëm të botës, të një bote që ndryshonte me shpejtësi, Lionel Curtis mbronte idenë se politika kombëtare duhet të formësohet nga një koncept i interesave të shoqërisë më të gjerë në përgjithësi. Edhe pse shumë historianë sot i referohen Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtëprat, SFR-s, si një organizatë amerikane e ngritur për mbrojtjen e interesave të Shteteve të Bashkuara, në fakt nuk është e tillë. Ajo është një organizatë e krijuar nga Round Table dhe pjesë e Chatham House-it, ose e organizatave të cilat bëjnë politikat për sundimin dhe ndarjen e territoreve të botës së vendeve të botës së dytë dhe të botës së tretë, pra në interes dhe në kontroll të City of London. Mendoj ta mbyllim këtu, mos bëhemi të mërzitshëm, dhe nesër do të vazhdojmë pjesën në vazhdim në okult, konspiracion, ku vazhdimisht do të flasim për gjëra të ndryshme si na i mbajnë të fsheta shumë dije të cilat të dhëna në mënyrën zyrtare janë dije të gënjeshtërta, dhe ne vazhdimisht do t'i shprehim këtu në emisionin Okult Konspiracion. Duhet t'ju them që librat që ka sjell enti mbotues Helga Secrets, qysh në vitin 2007, kanë qenë në pararoj të këtyre informacioneve në përgjithësi për publikun shqiptar
madje shumë njerëz që sot i promovojnë këtë ide, në fillim nuk i kam besuar këtu në Shqipëri dhe madje dhe më kanë sulmuar dhe më kanë anatemuar si një botus i teorive të pavërteta dhe të gënjeshtëta. Kur unë them që këtu është një emision okult konspiracion, sigurisht ju mendoni si të duash, si të doni, përse e kam fjalën unë, duhet ta kuptoni vetë ku është konspiracioni, nga cila anë. Është nga ne që themi gjëra të pavërtetuara, apo është një konspiracion i krijuar nga të tjerë, nga një pakicë elitare kundër shumicës. Besoj se e kuptoni për çfarë quhet këtu emisioni okult konspiracion. Para se ta mbyll, kërkoj t'ju kujtoj sigurisht atyre që piprojnë në frekuencat tona dhe që kanë hyrë rastësisht ose që e ndjekin emisionin ton dhe ende nuk kanë bërë subscribe, të bëhen abonent duke bërë një klik. Është pa lek, është shumë e thjeshtë dhe vetëm të rëndoj njërë dorën kështu atje ku thot subscribe. Ju na ndihmoni ne dhe ne ju ndihmojmë ju duke ju sjell emisione totalisht të veçanta nga ato emisionet që jepen për njerëzit që duan biberon me qumësht. Këtu ka vetëm mish dhe duan burra me dhem të fort nga unë Alfred Sako. Natën e mirë dhe mirupafshim.